23 diplomat janë shkarkuar. Është e pa precedent, si ka mundësi shërbimin e jashtëm e kanë degradu në atë mënyrë. Mirë, kjo në versionin më të mirë ju bën të pa informuar. S'ka hapësirë në shërbimin e jashtëm për boxhanak, teze, daja dhe Në moment, kjo është gënjeshtër e rregulluar. Mos harroni se po flisni për ligjshmëri dhe po vazhdoni me këtë propagandë. Me njerë pas ardhjes së zonjës Donika Gërvallë, veç ju tregoj diçka. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme duhet të kthehet ligjshmëria. 23 diplomat janë shkarkuar dhe ata të gjithë i kanë fituar raste 2 shkallë në gjykatë. Dhe Ministria e Punëve të Jashtme në momentin kur të hynë ministri i ardhshëm do duhet të paguajë minimum 2 milion euro dëm që ju e keni bërë. Mos flas për keqpërdorime tjera zonja Gashi. Secili ka 30 sekonda. Zonika Sapull e di shumë mirë që ne në shërbimin e jashtëm kemi larguar njerëz që nuk kanë pas dokumente. Do thonë njerëz që nuk kanë konkurruar në atë institucion, i kemi gjetë aty. Për këtë arsye, Këshilli i sektorit të mbikëqyrshve civil e ka shpall vetën një kompetent në këtë drejtim dhe këta njerëz cilët janë larguar nga Ministria e Jashtme, po t'i kanë letrat, lirisht ju drejtohen gjykatave. Unë nuk e kam një vendim të tillë nga gjykatat, zoti Kasapolli, sa i përket largimit të individëve cilët kanë qenë në Ministrinë e Jashtme pa konkurs. Është e pa precedent, si ka mundësi shërbimin e jashtëm e kanë degradu në atë mënyrë. Duke marrë boxhanak, halla, teze, kjo në versionin më të mirë ju bën të pa informuar. Sepse unë kam informata që në 2 shkallë, si në gjykatën administrative, si në gjykatën e apelit, këta njerëz e kanë fituar lëndën kundër jush. Por gjithsesi, unë nuk pres nga ju që të respektoni vendimet e gjykatave për shkak që keni dhënë praktikë të tillë. Mos harroni se ju jeni edhe një person e cila nuk keni ardhur vetëm aty në ministri, ju keni ardhur me organizatën e juaj me Germin dhe që vetë ministria është duke punuar sot me një rregullore e cila është deklaruar nga gjykata e paligjshme. Kështu që sen i parë që gjëja parë që duhet vini, gjëja parë që duhet bëni është ta keni ligjshmëri dhe kjo është detyrë jona për këtë arsye ta se duhet të themi në pikën 0 zonjë. Jo, nuk themi në pikën 0. Jo të merremi me militantizëm. Jo, vjen shumë keq. S'ka hapësirë në shërbimin e jashtëm për boxhanak, teze, daja dhe halla. Për atë po bëni fushatë edhe nëpër ambasada. I kemi shndruar ambasadat në shtabe. Është shumë e rëndësishme që shërbimi diplomatik të jetë shërbim meritor, unë kam përvojë më shumë se ju në këtë aspekt. Republikë dinamike se ju them të drejtën, ju e keni degradu deri në atë masa, e keni shndruar ambasadat në shtabe, televizët e vendosur. Në asnjë moment kjo është gënjeshtër e rregulluar. Faleminderit. Informatat e keni gabuar.